Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tiron Alilin. Jam sot këtu pranë jush për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do ndaloj të flas për DJ Gimbo. DJ Gimbo, një nga personazhet që në fakt ka qenë në shënjestër po ashtu nga media ros kohëve të fundit, të gjithë duan të dinë lëvizjet e tij, të gjithë duan të dinë se çfarë ndodh me të. Të gjithë duan të dinë për fatin e tij, por ka qenë në shënjestër edhe marrëdhënia e tij me Gjestin. Që nga përfundimi i Big Brotherit, DJ Gimbo siç duket i dhozi fati i suksesit, do me thënë po vazhdon të merr një sukses të madh, po vazhdon të merr dashurinë e publikut dhe po vazhdon të sjellën projekte interesante në skenë. DJ, një këngë që erdhi së bashku me Selin Bollati, u prit jashtëzakonisht shumë mirë, por publiku ishin në pyetje të shumta realisht për fatin e Gimbos. A do të sjellën ndonjë projekt me Gjestin më, a do të ketë projekte me Gjestin apo diçka tjetër. Siç duket, DJ Gimbo ka vendosur që të operon fuqishëm në medien ros. Së shpejti do të vjen një nga bashkëpunimet më interesante që ka ardhur në tregun shqiptar. Adelina Ismaili dhe DJ Gimbo në një bashkëpunim. Pas javësh aludimesh, tashmë është zyrtare. Adelina Ismaili dhe DJ Gimbo do të sjellin bashkëpunimin e tyre të parë muzikor. Pas javësh aludimesh, Adelina Ismaili dhe DJ Gimbo kanë vendosur që të sjellin edhe një herë bashkëpunimin e tyre të parë. Dy artistët kanë publikuar fotografitë e para së bashku duke konfirmuar projektin që kishte ngjallur kuriozitet sipas raportimeve të para. Ka qenë DJ Gimbo ai që ka zbuluar edhe titullin e këngës, Jana ne, po vjen. Ka shkruar DJ Gimbo krahas fotografive duke paralajmëruar publikimin e projektit të ri. Në imazhet e publikuara, Adelina shfaqet me një look elegant, ku ndërthuren elemente tradicionale me detajet moderne, ndërsa në krah të saj pozon edhe DJ Gimbo. Tashmë mbetet për tu parë se çfarë kanë përgatitur dy artistët dhe nëse Jana ne do të shndrohet në një tjetër hit për Adelina Ismailin. Në fakt, Adelina Ismaili është në një rikthim shumë të bukur, unë mendoj që ka bërë një përzgjedhje shumë interesante me DJ Gimbon, një përzgjedhje fantastike, një përzgjedhje që realisht i dueshte karakterit të Adelinës, mendoj që në energji janë të dy shumë pozitiv dhe besoj që do të shëndrisin jashtëzakonisht fort në skenën shqiptare. E presim këtë hit, por dua të marr dhe mendimin tuaj.